Kjo ambulancë e bllokuar në trafik në rrugët e Shkodrës është një panoramë që haset thuajse çdo ditë prej disa javësh. Kjo e fundit rrezikon të mbërrijë në kohë në rastin e emergjencës së njoftuar drejt numrit 127. Shkodra po përballet me trafik të rënduar për javësh të tëra, ku kthimi në vendlindje e emigrantëve ka vështirësuar edhe më shumë situatën e lëvizjes në rrugët e kryeqendrës së Veriut. Thuajse kudo mbizotron kaosi. As ndërhyrjet e policisë bashkiake dhe asaj rrugore për të normalizuar situatën në shumë prej këtyre segmenteve nuk po japin efekt, aq sa pamje që të ofrohen nuk kanë nevojë për shumë komente. Edhe në këtë të premtë, Policia Bashkiake e Shkodrës u detyrua që të vendoste efektivet e saj në qendër të qytetit për të normalizuar lëvizjen e automjeteve dhe të këmbësorëve, që në jo pak raste bën shkaktar me lëvizje të pakontrolluara për të ndikuar në përkeqësimin e situatës në rrugët e qytetit. Tashmë nuk është një risi dhe thuajse çdo vit gjatë muajve të verës, në rrugët e kryeqendrës së Veriut situata është e njëjta, me automjete të cilat krijojnë varg kilometrik dhe një trafik që sa vjen dhe rëndohet, shtuar këtu edhe mungesën e vendparkimeve që e bën edhe më të vështirë menaxhimin e situatës. Në një të ardhme jo të largët, pushteti vendor duhet të ndërtojë një tjetër strategji si për sa i përket lëvizjes në qytet, ashtu edhe në krijimin e vendparkimeve që do të ndikonte në shmangjen e kësaj situate problematike, që edhe më shqetësuese bëhet për mjetet e emergjencës, siç janë rastet e autoambulancave apo të shërbimit zjarfikës dhe policisë që duhet të ndërhyjnë në situata emergjente.